Miqtë dashur, jeni me emisionin Fundjavë në këtë shtunë, tani është koha për një tjetër bisedë në studio, ku tani kam të ftuar një figurë i cili tash shumë dekada e shohim gjithmonë shumë aktiv. Bashkë me mua në studio është Kumben Kryeziu. Mirëserës, shumë kënaqësi të kemi në studio. Shumë, faleminderit. Si po ecën këto ditë për juve, po besoj që nuk janë tipike si ditë vere pushimi. Po çka të them, zakonisht puna e produksionit dhe puna rreth muzikës që bëj e kërkon një aktivitet në mënyrë permanente. Për shkak se njerëzit dojnë argëtimin pa marrë parasysh prej momentit ose sezonës ose që është sezona para verës apo. Kështu që mirë kemi qenë aktiv me disa projekte të reja, edhe tash ngadalë fillon kjo sezona korrekt gusht që është një sezon pushimin, nështë pak ma shumë për produksionin tonë, edhe prej shtatorit filloj me projekte tjera, po si zakonisht çdo vjet kem projekte të reja, prodhojmë materiale të reja, bashkëpunime me artista, kjo është, po mendoj një pikat shkurta, një shpjegim i situatës. Po në përgjithësi tash disa dekada keni qenë vetë prezenti ndryshimeve të shumta që ka ndodhur në muzikë. Si e sheni ndoshta këtë pjesë të tranzicionit në këtë fushë? Po e vërtet është, unë kam qenë akter, ka njëherë edhe me shaka thonë veterani kësaj pune tash, jëmë bo. Prej vitit 90 dikun funksionojmë si produksion, edhe kam qenë aktiv me inqizime edhe vetë si autor, kantautor i shumë materialeve, shumë albumeve, cilat i kom publiku. Çka të them, ka ndryshu kërkesat, ka ndryshu përgjithësi, gjeneratat, ka ndryshu shumë gjana. Mirë po, çka është një sen që mu më jep një satisfakcion edhe një kënaqësi, që sot e kësaj dite ndoshta kanë kalu mbi 30 vite ose ma tepër, që janë disa hite, disa këngë, cilat kanë qenë prodhimi joni, sot e kësaj dite janë prezente në për të gjitha ahengjet, në për gjitha eventet, në për gjitha manifestimet, këngë cilat këndohen, rikëndohen, përpunohen, po i kanë rezistu kohës. Kjo për mu është një satisfakcion edhe më vjen mirë, pasi që kanë pas një vlerë, i ka pëlqy populli, i ka pëlqy publiku dhe kemi arrit që t'i mbajmë gjallë deri sot. Muj me thonë në secilën mramje, çdo e dyta këngë është e asaj kohë ose është e produksionit tonë, që më vjen mirë. Dhe shumë artistë e ri i marrin, i bojnë remake ato, i përpunojnë edhe i sjellin mënyrën e vetë, i sjellin edhe mënyrë shumë të mirë. Mirë po tash ka ndryshu pak, është pak ma lehtë. Është ma lehtë për shkak të shumë gjanave, sa i përket produksionit, prodhimit, mandej është plasimi është shumë i lehtë, bota sot digjitale, online, lansimi, publiciteti gjitha janë shumë ma të shpejta, ma efikase, ma të lehta, edhe ti sot e kini një material në dorë që është interesant edhe aja atje që është në vendin më të largën në Australi, apo në Zeland, apo kudo që është në Evropë, e ka informatën, e ka qasjen direkte. Përpara ka qenë ndryshe, përpara ka qenë sfide madhe me ardhë deri te një publicitet, ose për me ardhë deri te secili dëgjues. Ka qenë gati e pamundshme. Edhe kjo sot që po ndodh, me të vërtet është lehtësim i madh për neve, po ka edhe këtë anën tjetër të medalës, që e ka hupat koleksionimin e albumeve, prodhimin, e ka pas ajo atë lezetin e vetë, thëmë kështu kushtimisht. Mirë po sot dallimi është në cilësi, është dallimi në kërkes. Publiku kërkon diçka tjetër sot. Publiku sot i don gjonat pak ma jo shumë të sofistikume e me mesazhe të mshefta. Publiku e don sot mesazhin direkt, e don hitin, e don fjallën që i përshtatet, e lyp momentin, edhe faktikisht unë ju thom edhe shumë këngë edhe shumë materiale janë sezonale. Kalon shpejt, edhe pak prej tyne mesin në kujtes si që kanë betë këto vitet e kaluara, këto materiale tona, gjeneratës time, artistëve edhe ma të vjetër, e sot nuk e di sa e keni vrejt, nuk ka këngë që mesin kujtes gjatë. Jo thojnë e vjetër, kënga që ka dalë që 6 mujtë thojnë e vjetër, pa ajo që ka dalë që 30 vjetë. Adin
është që kjo që po ndodhë një hiperproduksion, ka kvalitet, mirë po nuk do me thonë që nuk pimbjetojnë kohës. Ka, po të thë materiale, po prapë se prapë unë e jam i knaqër me këto që ka po ndodhë. E të këtë shumë mirë që ka këngë që tashe 3 dekada të themi që imbjetojnë ende kohës, nështë atë dëgjohen edhe prej gjeneratave që atër nuk kanë qenë fare një dhe i din të gjithë. E vërtet është shumë e vërtet. Qka kanë ndikun, ndoshta që sot është më vështirë me kriju një hit të tillë, ndoshta pjesa e tekstit e cekët që mesazhi sot të këngët është më direkt, të pjesa e prodhimit, qka ka mujt me ndryshu? A dini qka, që pa ta them edhe një, unë mendim jamur, se nështë edhe po gavoj. Etja e madhe, ka pas produksion ma pak. Ta shkureshtja e njerëzve, se muzika është si cigaret. Se këta duhen gjitë që s'mujnë me nejtë për cigare. Edhe muzika është për rinije, për së cilin njeri, është një farloj ushqimi shpirtnor. Edhe e kanë prit me padurim një material. Qatë material, ku do që në botë e kanë gjetë ata. Janë orderit të qaj material. Kanë diku shumë se, për shembull, une po flasë njerës që kanë punu në atë kohë, tekste e muzikë kanë qenë njerës të shkollum. Njerës që kanë pas edhe vepra mas tyne që kanë leonë, disa e një jetë, disa nuk janë jetë, njerës që kanë kry akademi të arteve, njerës që kanë kry fakultet gjuhës Shqipe, kanë pas talent, kanë pas një ori, kanë pas ngritje intelektuale, edhe ata i kanë bo ato tekste. Edhe nuk është asgjë e rastit, që ato materiale sot i kanë bjetu kohës, për shkak që asaj cilësie, për shkak që ati niveli që i ka pas konga. Sot, fatkeqësisht, shkruan kush dënë edhe se cili thot unë jam artist. Mu së më pengon personalisht, po për me thonë artist, ti s'munesh me thonë vetit, do të me thonë dikush tjetër. Dikush që është me të vërtet artist, edhe me ta dhonë që atë epitet. Edhe sot është faktikisht që kjo vim deri te një konflikt i vlerës edhe jo vlerës. Sot, jo vlera mundohet me sunduj vlerën. Edhe fatkeqësisht 70% ka jo vlerë, 30% ka vlerë. Po flasë në aspektin edhe komercial. Se nuk do me thonë një material që është komercial edhe nuk ka vlerë. Po flasën si tarësi, unë e që shikoj me mënyrë shumë stoft edhe pa kur farë para gjykime. Se unë i gëzona sot se cilit sukses të artistit tri, artistave tri, këngëtarëve që janë shumë të mirë, hip-hopët, se kanë dëshu edhe rryma. Ka pas edhe atër hip-hopë kanë qenë ato shkëndijat e para ku kemi fillu, mirë po sot ka materiale shumë serioze, po të thëmë fatkeqësisht ka edhe gjona që sot e luftojnë, e mira e lufton të keqen, ose e keqen e lufton të mirën. Nëse dalmi pak më shumë edhe tek tekstet në atë kohë, së mos në vitet e 90-ta ka pas, ndështë një lloj kontrole, një lloj filtrimi, themi pak a shumë kanë kalu në disa? S'ka pas, ato kanë qenë viteve 80-ta, kur ka qenë radio-televizioni i Prishtinës, ku janë organizu festivali akordeve, kanë qenë incizime artistat, këngëtarë që kanë qenë Radio Prishtinë, e kanë kalu një farloj komisioni i cili e ka vlerësu, a ka vlerë, apo s'ka vlerë, qaj materiali i cili është dash mu trajtu mandej prej ekipit, prej orkestrit radio televizionit, prej producentëve të radio televizionit në atë ko, edhe ka qenë një farloj filtrimi, ose si me thonë komisioni, se po të dinglon keq. Ka qenë një komision që e ka vlerësu, a ka vlerë, a s'ka vlerë. Edhe vetë kom kalu në atë komision, i kanë pranu ato këngët e mia modeste, ju kanë pëlqy, ju kanë financu vetë televizioni, edhe në viteve 90-ta vetë, une për vete, une e kom pasë në dorë. Sa i përket produksionit Labja, une edhe ekipi im, se s'kom qenë veç vetë në atë produksion, familja normalisht prej babës e vllazit. Mirë, por na e kemi vlerësu që dishka ka vlerë ose s'ka vlerë. Edhe ajo ka qenë që na e kemi një vetën keq, qofse kemi gabu ose kemi eskalu me një material i cili s'ka qenë nivel. Ose ka pas elementet shundit, të kiqit, ose ka qenë dishka e huazume prej muzikës slave, ose ka qenë e huazume prej muzikës induse, edhe qajo unë jo munu në qatë ku që me pas kujdes në atë aspekt. Te une, shumë fështirë ka pas mundësi me depërtu një material i tillë. Edhe pse na kemi qenë firmë private, edhe sot, edhe neve nashta me logjiku si biznismen, na ka konvenu se qatë material popullata e ka desht. Po në atë kohë kemi mujtë na me servu na që kemi dashtë. Sot tash servohet për gjitha anëve bombardohet tregu, kështu që
që kjo është ajo, se është që thojnë demokraci e madhe edhe bombardim i madhe edhe jo vlerës edhe muzikës pa vlerë, edhe sot publiku, fatkeqësisht, publiku e donë muzikën e pa vlerë. Një shumicë e madhe, se ka një përqindje që është e konsiderueshme që e dojnë vlerën edhe materialet e mira i pëlqejnë, po fatkeqësisht, qatë që është e komplikume kjo çështja e shijes, edhe një farë lloj degenerimi muzikor që mu vjen keq ka njerë që flasin shqip ata njerëz. Mu vjen keq. Që kjo, adin është një mendimi imi që unë e ballafaqona dhe më vjen keq, po unë nuk muj me bo vetë. Kjo është sistem i përgjithshëm, kjo është edhe institucionet, ministria duhet me ngrit vetdijen kulturore Kosovë. E që ajo fatkeqësisht Kosovë po mungon, po mungon një vetdije, një arsimim muzikor, po mungon një u prezentu se sot na e kena pas përpara dritare Britaninë e madhe, kena pas muzikën botnore, amerikane, italinë, sot dritare e kanë Indin, Turqin, s'po thomone, ka vlerë, po dritaret që atje i kena pas, sot janë kthy dritaret ka lindja. Rregull është muzike jo e mirë, perfekt, po është për ata, nuk o për ne. Që kjo, adin, po mendoj, nuk e harrojnë edhe folkloren, e harrojnë edhe elementet kombëtare, edhe e harrojnë se na kemi një thesar të madh, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, viset shqiptare, që kanë folklor të mirë, që kanë mundësi të mira për mi marrë ato materiale dhe mi ripërpunu edhe mi ndëgju, mu ndiku, po drejtimi është ka Arabia. Që kjo mendimi jam? Krejtë kjo që e cekët deri tash, po besoj që falim edhe për këto mbrëmjet muzikore që në repertuar tregua që se cila mbrëmje muzikore, çdo e dyta këngë të paktën është që shprej viteve 90-ta apo të 2000-ta që këndohen ende. Në të njëjtën kohë po prodhohet shumë, por pse nuk po ndrohet ndoshta kjo pjesa e repertuarit? Nuk e di, është e çuditshme. Unë nuk e di se ju pëlqen, aty në për këto manifestime zakonisht marrin pjesë shumë gjenerata. Nuk ka për shembull gjenerata ndryshme, ka edhe të ri, ka edhe një moshë mesme. E tash ato këngë cilat i këndojnë ata artista, sigurisht edhe prej nostalgjisë pëlqejnë se ndoshta dikush si fëmijë i kanë dëgjuar dhe i kujtohen. Edhe nuk e di, kanë një çuditshmërisht një magnet për publiku janë. Çdo e dyta, ose edhe çka po ndodh, nuk shumë artista i kanë mësuar që ato këngë, e kanë 50 këngë, 60 këngë, edhe nuk tenton me shti një këngë të re. Edhe pse ka këngë shumë të re, edhe unë ju thash, pse s'pe shtini një këngë të re repertuar. Janë për shembull, unë i dëgjoj, mos t'i përmeni me emra tash, grupet njoftëra në Kosovë, këtë, shkon e këndon, mund po mbojnë edhe nervoz. Shkon e këndon këngën që e ka punu 40 vjet, prap, edhe me që atë këngë fillon emisionin pa e shti një këngë të re në repertuar. Kjo është edhe te vetë artisti. Aty se kjo faktikisht përzgjedhje e ti, po pak janë për toca. Pritojnë me hime mi përcjell materiale të reja që ka pëndodhë, ka këngë të mira, cilën mundën mu rikëndu, edhe shkojnë me qatë sistemin e vjetër, stereotip, edhe dalin kanë herë bajatshëm. Dalin bajatshëm, që kjo është. Po mendoj se është shumë personale që është artisti që ka dënë me këndu. Ka artista që e rifreskojnë programin, të ndryshëm e rifreskojnë, sa ta kanë edhe repertuar të vetin. Ka shumë artista që e mojnë koncerte me këngë veta, që është me e mira. Po ka artista që i shkojnë me këngë ndryshme në përdarsma, aty ata kënojnë këngë popullore. Po ka edhe përdarsma mund është me kënu këngë të mira, të reja të kohës, se del ma fresh, del ma njerëzit e shojnë që diçka po ndryshon, jo me metë si para 50 vete. Disa prej këtyre këngëve të pavdekshme, e di që ka shumë, sidomos prej produksionit tuaj, po që i cilësoni edhe ju të pavdekshme, që i sheni edhe sot vetë që jeni dëshmitar, themi? Shumë hit e ka, ta shumë në qofë se nisna prej vetë vetës, po nisna, nuk ka njeri që s'ma përmen këngën Gentiana. Shamë një këngë që unë e këmë bo vitin 86, sot e kësaj dite njerëzit ma përmenin. Mandej po filloj prej viteve në 10-ta. Për shamu Kalaja Ulqinit, është hiti pavdekshëm. Këngët e Sinan Llasalio, 8-2, Kthe hoj rini. Mandej ki këngë të Adelina Ismailit që kanë vetë hite, Shko. Mandej ki këngë të Sabri Fizullat, cilat kanë qenë në kuadër produksionit tonë, Fshatarja ime. Janë hitet pavdekshme. Që sot e kësaj dite në për çdo aktivitet këndohen. Hera paru promovu të na një hit
balkanik ta shobo hajde luj që qek, mas pari e promovu të na, produksionin tonë. Nuk ka aheng që nuk knohet që ajo kong. Mandej ka materialet ndryshme të thash, po që to sa më ranë men. I marrin, i përpunojnë, i rikëndojnë, o shumë mirë, po të thëmë, duhet me edhe mishtin sistem kong të reja. E këtë pjesën e ripërpunimit, si e sheni, kanë ndodhë në njerë, kanë marrë, ose leje për një këngë që është Po, aty zakonisht, këtu ka njëherë marrin leje edhe prej produksionit, po marrin leje edhe prej autorit, po ka raste që s'marrin leje fare. Edhe i bastardojnë. Për shkak se një material i cili duhet mu përpunu, duhet me qenë në bashkëpunim edhe me pëlqimin e autorit. Autori është ai i cili duhet me dhomë një pëlqim, a lejohet që ajo kongë mu përpunu ajo. Mirë po nuk e përfilin shumë, ka shumë kongë që i kanë qenë perë atë kohës, edhe i kanë bastardhu, po ka kongë që i binë shumë mirë. Po thëmë, shumë relative. Edhe pse unë nuk jam shumë i thari këtë në materiale me i përpunu, mirë po duhet që thojnë me pranu, në është ai e dojnë që ashtu kongët e popullore për shumë që i kemë na për këto manifestime festive të vitit të ri, apo këto kongë njerëzit i dojnë. Për që ato na i marim edhe i bojmë remake për programe festive. Mirë po janë hargju, tash duhet diçka tre. Duhet diçka tre, edhe me pas qatë bazë, me pas qatë fryp. Që kjo është, edhe unë e po mënuna me qenë pak ma sa ma i konkret, mos më zgjatë shumë, se o temë tepër e gjërë edhe një temë e cila lyp trajtim. Lyp trajtim, jo veç prej meje, po prej njerëzve që janë studius, që i përcjellin këto trende. Po në atë kohë edhe sot, gjatë krejt këtyre viteve, sa ka ndryshu bashkëpunimi me artistët, për shkak që edhe i cekët disa emra, si Sina Vllosaliu, Adelina Ismaili, Sabri Fejzullahu, si ka qenë bashkëpunimi atëherë dhe sot? Si që bashkëpunimi në atë kohë ka qenë shumë i mirë. Ka pas një vullnet malë, ka pas një besim një tjetërin, ka pas, po flasë edhe për vitet 90-ta, ka qenë një periudhë që nuk ka qenë e letë me jetu në Kosovë, lemo me kriju edhe me vepru edhe me majtë gjallë shpirtin artistik. Po, ka qenë vullneti malë edhe ka qenë një dëshirë që mos më nështru, që me tregu që jemi gjallë edhe me quni mesazh të publiku që e kanë prit me padorim, një gacë të vogël e kanë prit, një shkëndit vogël që diçka po ndodh, nuk jemi dorëzu, se për thëmë viteve 90-ta, krejt e din Kosova çfarë gjendje ka qenë. S'ka pas mediume, nuk ka pas, ka qenë një gazet e cila mandej veç kaloj mbuj kur i lindja, gazeta ditore kështu, po nuk ka pas liri, nuk ka pas mediume profesionale, nuk ka pas radio cilat kanë përqu mesazhe ose kongë si duhet, kanë qenë radiot pushtetit në atë kohë, edhe ka qenë një radio Selavi, e njoftën, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Mandej ky bashkëpunim na ka marrë ai bashkëpunim edhe në këtë 10 vjetorin e parë të vitit 2000 dhe 2010 e ka marrë. E mandej kanë fillu ajo largësia, kanë ndryshu gjeneratat, kanë ndryshu qasja, diku ju ka rrit menja ma shumë se që duhet, dikush e ka pa vetën që ka vlerë ma shumë se tjetri, hezitojnë me bashkëpunu, i kanë ato politikat e veta, mirë po është normale, është diçka që ndodhë në secilin vend botës, se njerëzit ndryshojnë, njerëzit janë si ujë, lëvizin. Mirë po dikush shkon në drejtim duhur, dikush shkon gabimisht edhe humbet krejt. Kjo është, po mendoj, unë e për veti personalisht kom provoj shumë mirë, falenderoj artistat, kanë besim, kanë mirë kuptim, e dojnë, e din që kur të fillojmë një punë e kemi shumë për me, edhe unë e për veti jam falenderus për shumë artista, për shumë, nuk ka veç artista, këtu janë edhe autorët muzikës, autorët teksteve, njerës që punojnë prapa skenës, janë shumë njerës që kyqen në këtë rreth edhe që janë falenderus çdo ditë për shkak se vetëm një bashkëpunim mundet me ardhë se kjo punë e përbashkët, nuk ka punë personale kjo. Muzika është, secili artist e ka dikon që e mbështet, e ka një menaxhment, e ka dikur që e jep një feedback, e jep një sugjerim ka me shku, mirë po artisti do të me qenë vetë syqel, artisti
sot duhet me qenë shumë i përgatitur, shumë në ngjarje, shumë në çdo aspekt. Duhet me qenë pak më e lekfen, i përcjell çfarë po ndodh. Ka artista që janë në gjumë. Këtë jeta ju ka shku në gjumë edhe vazhdojnë që ashtu, është e çuditshme. Po në përgjithësi mund të thoni që janë mirënjohës artistët? Janë, se unë e kam, unë çdo ditë pallafaqona me këngëtarë që e shoh që kanë dëshirë dhe më falenderojnë për këtë punën që kam bëu. Dhe janë mirënjohës edhe din faktikisht e vlerësojnë që ato që kam punu. Jo veçone, po të gjithë. E që kjo është që mu më jep një knatësi edhe një jena mirë se faktikisht mirënjohja është shumë me vlerë. Janë mirënjohës edhe e vlerësojnë ato. Ta shka raste të vogla të cilë mundohen me minimizua, dhe një kur gjos këni bo ju, se nuk ka fillu gjithë shka sot. Asë në politik, asë në gjithë fush tjetës nuk ka fillu sot. Janë bo dikush nga kam su dhe njeve, janë do generata që i kemi kalu, janë do profesora që i kena pas në universiteta, janë do autore, janë do që thojnë intelektual që i ka pas Kosova, sot e kësaj dite përmenën edhe kejtë rrugë të Kosovës, se kejtë me që ata emna e në mushë. Na kemi qenë dëshmitarë që asaj kohë. Për ato vitet e 90-ta që i cekët që ka qenë shumë vështirë me zhvillu aktivitetin tuaj. Jeni ndjenë ndonjëherë të rrezikuar ndoshta edhe në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë aspektin profesional teme? Shumë. Kemi qenë të rrezikuar në çdo aspekt. Liria e lëvizjes ka qenë e kufizuar, liria e veprimit ka qenë e kufizuar. Kemi pas kontrolla ndryshme prej në atë kohë na i thëshim udhës edhe prej milicisë. Na kanë pengu në çdo aktivitet, na kanë përcjell, na kanë taksu, na kanë dënu. Po të thomi, kemi mbjetu kohë se kemi pas si qëllim kështu që mos me u dorëzu, edhe kemi qenë një gjeneratë të tillë, një brez që i ka rezistu. Shumë prej nesh edhe kanë dalë jashtë në atë kohë, mirë po edhe ata që kanë dalë jashtë kanë kontribuar shumë, se çdo materialet tona, pa ndihmën e diasporës nuk kanë mujtë më kriju. Si në Gjermani, si në Zvicër, si në Amerikë, si në Austri, kemi pas bashkëpunëtor që të cilët e kanë shpërnda qatë material. Si është bërë shpërndarja në atë kohë? Shpërndarja në atë kohë ka qenë që se u prodhu një material tu. Ai material i ka shku një kopje, një master e që ishim në Zvicër, e që ishim në Gjermani u prodhu atje. Ka pas edhe kështu mënyrë fizike që ndërgu me aeroplan prej Shkupit, pa ajo ka qenë shumë e komplikume, mirë po është prodhu atje. Për shumë, në Gjermani, në Stuttgart ka qenë një kompani që kom bashkëpunu me 8 sa një kompani. Aje ka marrë materialin edhe e ka shpërnda në Gjermani. Tjetërin në Zvicër, ose kejtë Evropën, se tash edhe në Angli, edhe gjithkun në shpërnda materialet tona. Edhe në Amerikë ka qenë një përfatësus, i cili ka marrë këto materialet edhe mënyrë paralele, si në Kosovë, si në Maqedoni, edhe Shqipëri kemi pas bashkëpunime, janë shpërnda. Edhe qështu ka mujtë me u shpërnda rjeti edhe me shku sa ma parë mesazhi të publiku edhe në diasporë. Mirë po që ajo diasporë ka ndiku që na me mujtë me prodhu, për shkak se edhe në atë kohë ka pas kosto u prodhu, edhe në atë kohë pa ndihmën e diasporës nuk kish mujtë me funksionu produksioni. Jo veç une, po gjithë artistat. Mandej që dhe artista kanë shku në për diasporë, kanë këndu. Kanë këndu, kanë kontribu, kanë majtë koncerte humanitare, kanë kontribu për luftën. Kështu që ka qenë një periudhë që kemi bashkëpunu shumë mirë, edhe ka qenë një periudhë që duhet me metë që thojnë një historie, një rrugë ndritur, qysh kemi mujtë me rezistu dhe me kriju vepra tilla. Kemi kriju vepra shumë mira. Jo veçune, gjithë artista, veprat pa vdekshme, për që ato kanë metë, nështë edhe situata, nështë edhe kanë diku, gjithë sen kanë diku. Se sot e ke ma letë, sot liri, po sot fjalla parë është ankesa dhe kërkesa. Atin ka shumë, unë e shok këtu, ka pak mu po më pengon një demeli, nuk ka saksi. Atin, hajtë se shihemi, si të thot shihemi ose kismet, aty dije që s'ka kur gjo. Adin ka ndryshu qasja, për para ndryshe ka funksionu. Nështë na kemi metë pa update aspet. Të marrë parasysh që e keni një punë që nuk ka tashmë sezon, gjatë gjithë kohës jeni të ngarkuar. Sa është vështirë ndoshta me bon përditshmëri këtë balancin teme mes familjes, pastaj punëve? Nuk është vështirë, për shkak se
janë mësu, janë mësu edhe familja të kuptojnë momentet caktume që te e ki fokusin në projekt caktum, edhe nuk kom në atë aspekt pengesa. Nuk kom atë, jo pengesas, por nuk është nëjë problemi malë, pashtë që ka ko njeri, kom ko me umar edhe me familjen, kom ko edhe për vetën, kështu që më varet edhe qyshe organizan kohën, edhe pse janë momentet shumë stresuse gjatë festave, është ngarkes tepër e madhe, nuk është orari punës tetor, po orari punës është deri sot bjen gjumë, edhe si të zgjohesh prap fillon, kështu që janë 2 motor, 4 motor, është punë efektive. Po jemi mësua, dhe nuk është diçka që na pengon. Mu më pengon kur s'kam punë. Nuk mund është më ndajt, jem mësu kështu, a? E vërtet është. Po në përgjithësi, deri sot kë e ki pas ndoshta kritikon më të madh, të marrë parasysh që tash e sa vite në këtë industri, në këtë botë, themi, po besoj që... Po kritikon më të madh me tregu drejtën e kom pas bashkëshortën time, Mimozën. Ajo është kritiko më i madh, ajo i shet gjonat pak ma ftoft, që mu ka njëherë më vjen mirë, ka njëherë edhe më pengon. Po më shumicën e rasteve din me vlerësu situatën, e she ka po shkojmë, qka po shkojmë edhe jep atë mendimin e vetë, edhe është kritike shumë e madhe. Për çdo projekt që e punojmë, për çdo punë që e punojmë, bashkarisht faktikisht jem çdo projekt, ajo i she senet më ndryshë. Unë jam motori që i qoj për para shumë procese, shumë projekte, po ajo i she pak me ftohtësi, edhe më ndihmon, adin se faktikisht që ajo më plotëson mu. Normalisht, unë e kam edhe bashkëpunëtor tjerë që marrë një mendim ty në kritik, bashkëpunëtor cilët mënyrë direkte nuk bashkëpunojnë me mu, mirë po mënyrë indirekte e marrë këshillën e tyre si të mirë qenë edhe shumë pozitive, se një kritik, ose edhe një këshillë e mirë, ose një kritik e mirë, mu më duhet, se jo veç kritika negative, se negative është e mirë se përmirësosh, po edhe kritika pozitive është e mirë se t'jeshe që jenë rrugën e duhur. Kështu që kom bashkëpunëtor, për shembull që në këtë rast e kisha vlerësua dhe e kisha falenderua Aida Barakun, që në mënyrë indirekte shumë e ka mendimin e qartë, është shumë koncize, gjithashtu edhe Armendi e she projektin e she me sy kritik, edhe jep mendimin, është i kem do bashkëpunëtor, po mendoj që kemi punu me vite, edhe nuk jam unë veç vetë, unë e kom për shembull në produksion, e kom një bashkëpunëtor që është shef për video produksion Ilir Mustafa, që punon dikun që 25 vite në produksion, edhe ajo është person që është në ngjarje, i shet gjanat edhe më japin kogja ndim në këtë aspekt që me dalë diçka e bukur, se s'jam veç vetëm. Po, unë të thash, unë dim i shqyu proceset për para, edhe jam konsistent që ato që e punoj. Për këtë aspekt në shpërndarjes, marketingu tashmë ka ndryshu gjithçka, po besoj për shkak që folëm për atë